Që mund tjetë, qoftë edhe në këtë fazë, që institucionet, të quajtura qoftë private ose të ndryshme, qoftë edhe njerëzit publik, të merren në një dëgjes. Dhe dëgjesa tjetë publike. Po publike janë më të Ju lutem janë po më lutem ta mbaroj. publike janë Ta mbaroj më ju lutem edhe një herë. Jo E hapur fare. I bëhet thira, ku e di ju për lutem. shembull? Jo, mo janë njoftu me grupe interesi në faqet parlamentit. Dale se ka një ide. Të lutem. Po. Dy bashkëkryetarët, së bashku me komisionin, me grupet e interesit, të bëjnë një dëgjes, jo me gjithë qytetarët, sepse mbajnë shnim vetëm ata që mbajnë ata që janë sekretarë. Me propozimet konkrete, ju lutem, me propozimet konkrete, që të bëhen publike, ta dëgjojnë qytetarët, që Eduard Abazi, ose Haxhiu, ose tjetër, ose Agroni, e tjerë, kanë një propozim që vlente të dëgjoj. Nëse nuk e implementohet sot, do vi një moment tjetër që do kenë respekt edhe për zotrin. Kur ti ke gjithë fshatarët. Ju lutem, edhe ta kanë përgjegjësi se do ta ndjenë që tani kjo reforma, Agron, kjo reforma do i bëj bashkit e qyteteve më të pastra, do më çan ndikimi do ketë ke qytetari? Qatë mire do ketë qytetari? Se dherë tani folëm qa ishte keq, qa së shbërë, qa së besuam po. Se kjo është thelbi reform, kush do jetë impakti nesër? Vetëm qikë shkurë se s'kemi shumë kohë të lutëm. Një, dy, me pika të lutëm. Mirë të keni ekonomi më të qëndrushme, të keni balancim të zhvillimit të zonave urbane me zonat të... Ato si kam bërë politika rurale dhe mund bëhet, sepse ka... A do jenë më të pastra, do jetë më e pastër Tirana me këtë reformën e re për shembull po? Unë mendoj që patjetër që duhet jetë më e pastër, kjo është, nuk është çështje harte... Po si do bëhet pastërtia, prap me kontraktim, në kontraktim si do bëhet? Nuk është çështje zmadhimit territorit, as pastërtia, as mbledhja takse, është çështje e menaxhmentit. Po pra si do bëhet menaxhmenti, me PPP do bëhet prap? Unë kam thënë gjithmonë që unë kam qenë Agron, mu përgjigj pak të lutem, se si të gjon pyetjet e mia. Problemi është menaxhimi. Si do bëhet pra menaxhimi të reforma e re me PPP? Shiko, ajo është dhe tashti ashtu. Po si do bëhet pra? Po tani është keq. Si do bëhet më mirë? Realizuar, po thuash se kanë shiko. Okej, nuk dit më japësh pyetje. Ta jap për përgjigje se unë nuk jem punëtor pastrimi që thotë do them do. Po jo, po ti të di se ti je brenda grupit që po bën reformën. Pritet pra, edhe pasi të rregullohet harta, dakorsohet ka një plan shumë të rëndësishëm me parë edhe pjesën e decentralizimit të funksioneve dhe të shërbimeve publike. Kjo do të thotë që ku e decentralizoj, ja jep bashki si përgjegjësi, a e bën vetë, a e bën me palë të tërë. Prapë do zgjidhet njësoj, e kuptova. Por qeveria në faktuar të së vërtetës një pjesë të madhe të funksioneve pastrimit të ujit i mori që para disa vitësh i ka centralizuar. Kjo nuk solli përmirësim të shërbimeve. Mbase një qasje tjetër do ta përmirësoj, por çështja në këtë rast është harta e para për mendimin tim dhe funksionaliteti i shërbimeve. Çka ke pa qartësitë edhe financat edhe sistemi zgjedhor. Pa qartësitë që si kupton dhe. Ku te zotria? Jo, te reforma territoriale se ke zotria çka ke ti. Po unë kam ta posë me tru, sepse unë shkoj çdo ditë që reforma nuk zhbën shitjen e Shqipërisë që kanë zar këto. To vetëm thjesht ngrehin këtë plurin, edhe thotë zotria do afrohen, do bëhet jeta më e mirë, do bëhet investime. Ti nuk ke suverenitet ekonomik. Ti as politik nuk e ke. Suverenitet ekonomik ti nuk ke. Kush është përgjegjës për këtë? Për kë? Ato 36 vite që ti ke shërby aty. Harrojmë tash do shkojmë Po se harroj dot më bërë tani. Po nuk e harroj dot dashnorin e nënës, mos më ka bërë 36 vjet me kanë birë kurvet veta se na vrat tani. Po nuk harroj dot, më nga që harrojmë kena shkuën këtë drejtë. Mund ta zgjidhim 92 zgjidhim, e fras dashnorin e nënës, si kujtove ti. Pa kështu pra bëhet më burr, se nga harresa kemi shkuën në këtë gjendje. Ju mungojnë patriotizmi këtij popull. Ju mungën dashuria për vendin e tyne. Nuk mundesh me marrë qarr për qarr e kam në borë veta. Nuk mundesh me marrë një qarr tjetër. Duhesh me marrë një qishef, një që ti prodhon koka, diçka. Jo me thanë tani te kutia votimit, kutia votimit. A ki pati se çfarë bëhet, ku jeton këti mos e smarrvesh. Po vjen shumë keq tani më borë. Unë shkoj, unë kam hyp avionit për marrë votuar. Agroni e di shumë mirë. Një sekond, kam marrë me votu në Shqipëri, po unë u banen 15 vjet që votojnë në njëjtën mënyrë. Shkruaj ke fleta votimit, që Shkodra meriton më shumë se sa Fejk Basha, për shumë se ka kanë... Se më na e ke humbë votën... Jo, më nuk e kam humbë votën, Po, futë më ke boksi votën, futë ke boksi votën...